Mirë se erdhët të dashur Akrepër, do bëjmë leximin e radhës. Para se të fillojmë, dua të flas apo përgjigjem për pyetjen pse baba gjyqja herët? Pse në nëntor e jo në dhjetor? Thjesht është një periudhë viti që unë e admiroj për shkak festave ndoshta, për shkak zbukurimeve, gjithë këtë atmosferën që sjell fund viti. Dhe unë fillova që në nëntor, kam filluar dhe në shtëpi zbukurimet, akoma si kam mbaruar, por që jam duke i bërë dal nga dal. Thjesht pra një zgjedhje imja. Të dashur Akrepër, unë shikoj këtu është një hapje e pastër me energji të reja, si fillestare, flet për inovim, besim dhe sikur një rikthim të forcës së brendshme. Fillojmë kësaj radhe me fëmijën që tregon fillime të reja, rikthim të energjisë, tregon që diçka e re po lind për ty. Një mundësi, një ide ose një ndjenjë që të ngjall shpresë. Mos e vlerëso si të vogël, çdo gjë e madhe fillon nga një hap i parë. The Maiden, që është letra numër 2, kjo goca apo grua e bukur me këtë kurorë, thot të mos i bësh gjërat me frikë. Provo diçka ndryshe. Pa e menduar gjatë, nëse ke pasur ndjenja pasigurie, mos i mbaj për vete, fol hapur, edhe me thjeshtësi. Njerëzit këtë javë apo akrepët këtë javë do kuptojnë dhe do të kuptohen më lehtë kur flisni apo dhe më qartë. Asi i zjarrit është letra e veprimit. Të dashur Akrepër, kjo letër tregon që është koha për të marrë iniciativën, mos prit gjërat të ndodhin vetë, bëj të ndodhin, bëj ti të ndodhin. Në punë ose në jetën personale, mund të ndihesh gati të rikthesh motivimin dhe pasionin, mos e ndal këtë val, përdore. Do thotë, e gjithë energjia është fillime, gjëra sikur një energji e re po futet në jetën e juaj. Faith është besimi, pra, flet për besimin, mos dysho tek vetja jote, edhe nëse gjërat s'janë ende perfekta, apo s'janë ende gati, thjesht janë në mendime, apo thjesht janë dëshira, mbaj qëndrimin, do ta bëj dhe do dalë mirë. Besimi është hapi i parë drejt çdo rezultati, të dashur Akrepër. Fillo pra me diçka të vogël dhe mos u ndal. Energjia e javës është për veprim dhe besim, jo për analiza dhe gjykime dhe pikpyetje, skepticizëm të pafundëm. Besimi, të dashur Akrepër, është si një far, duhet ta mbjellësh para se të shohësh frutin.